Para komunës së Tetovës u ngrit flamuri rom, me çka komuna e Tetovës nisi solemnitetin për 8 prillin, ditën botërore të romëve. Nga komuna e Tetovës u zotuan se do të vazhdojnë të përkrahin këtë komunitet për një zhvillim më të mirë dhe më të qëndrueshëm. Kreu i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, pranoi se gjatë elaborimit të sotëm kishte mësuar shumë për sfidat dhe angazhimet e komunitetit rom, por edhe për historinë e tyre. Ne si komunë do të vazhdojmë të angazhohemi përmes njësisë së veçantë që kemi themeluar për këtë komunitet, e cila është në riorganizime sipër. Jemi në komunikim me shumë antar pjesëtar të komunitetit rom, të cilët fatmirësisht kanë edhe shkollim universitar, me të cilët po punojmë shumë afër për një zhvillim më të mirë dhe më të qëndrueshëm të këtij komuniteti, si në aspektin arsimor, do kisha thënë, në aspektin social, por në gjitha aspektet tjera që ky komunitet të jetë një kontributor i rëndësishëm i zhvillimit të komunës dhe qytetit tonë. Padyshim se prioritet do të jepet edhe gjuhës rome nëpër shkolla. Jemi duke punuar bashkë me njësinë për komunitetin rom që të krijojmë kushte që ky komunitet së paku në formë fakultative apo pse edhe si mësim të rregullt të mësoj në gjuhën e vet amtare. Në Kosovë ekziston institucioni i romanologjisë. Synimi i tyre është arsimimi dhe edukimi i romëve, por edhe integrimi i tyre në sistemet e shtetit ku jetojnë. Romanologu Kryeziu thotë se 55 vjet prej kongresit të parë të romëve nuk kemi përparuar aq. Çdo betejë që bëhet niset nga fillimi, kërkon më tepër mbështetje institucionale. Më tepër kemi angazhim në shkollim, sigurisht që na nuk kemi arsimtar për të mësuar gjuhën rome. Me këtë institucion dëshirojmë të bëjmë arsimtar, të japim diploma arsimtarëve, ata që janë aftë, do me thonë, të punojnë në shkolla, dhe ashtu të qesim gjuhën rome në shkolla si gjuhë amtare apo gjuhë fakultative, sepse një njeri që nuk e din gjuhën e vet, ai nuk ka edhe vlerë në atë klasë. Por nuk është vetëm ajo gjuha, ne kemi edhe shkollimin që nxënësit duhet të shkollu jo vetëm në gjuhën rome, por të shkojnë në universitete në gjuhë tjera. Por nga organizatat jo qeveritare rome thonë se punët kanë ndryshuar për të mirë. Falë mbështetjes së komunës së Tetovës. Duhet që sqaroj sepse punët janë ndryshu, nuk janë më si kanë qenë më para, kemi pas më para shumë pengesa, derisa jemi inkuadru në shoqëri, kemi punu në drejtim të arsimit të fëmijëve, kemi punu në drejtim të punësimit. Ne si shoqat jo qeveritare sonë se kemi kontribuar shumë për komunitetit tonë dhe gjithashtu edhe për komunën e Tetovës. Komuna e Tetovës ndau mirënjohje pjesëtarëve të komunitetit rom, të cilët me aktivitetet dhe punën e tyre kanë kontribuar për avancimin dhe zhvillimin e këtij komuniteti. Ndryshe, më 8 prill 1971 në Londër filloi kongresi i parë i romëve. 10 vite më vonë, OKB-ja shpalli 8 prillin si ditë ndërkombëtare të romëve, me qëllim që të nxitet afirmimi i kulturës rome, por edhe të ngritet vetdia për problemet me të cilat përballet ky komunitet.